Duhet kemi kujdes për shkak se një fjalë mund që ta shkatërrojë një çift bashkëtorë. Një fjalë mund ta prish baban dhe fëmijën. Një fjalë mund ta shkatërrojë një familje. Një fjalë mund ta shkatërrojë një kompani, një fjalë mund të bëjë dëm të madh dhe jo rastësisht Muhamedi alayhis salam ka thënë, ndodh njeriu ta thotë një fjalë një fjalë të keqe, të cilës nuk i kushton rëndësi, por e cila është mëkat dhe e cila mund të ketë pasojat e saj dhe për shkak të saj ai të përfundojë thellë në xhehenem. Pra duhet kemi kujdes sepse vetëm një fjalë, vetëm një qëndrim, vetëm një vepër dhe dikujt mund të shkatërrohet jeta. E pastaj ne tek Allahu te bareke ve teala të kemi dënim të madh nga se thjesht kemi qenë të shkujdesur, kemi qenë të pavëmendshëm, nuk i kemi kushtuar rëndësi fjalëve dhe veprave tona, prandaj edhe e meritojmë një dënim të tillë.